pasi ka kaluar komisionin një draft, po për këtë unë duhet të flas me Akil Pano. Në shohim nëse zotin Pano e kemi në lidhje të drejtë për drejtë në transmetimin ton. Regjia do të bëjë të mundur, nëse është e mundur, ja ku është. Atëre, zoti Pano, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Dua shumë shkurt të themi dy gjëra të rëndësishme. Numër 1, pse është i rrezikshëm ky konfuzion i përgjithshëm në përcaktimin e gjinisë? Pse mund të bëhet i rrezikshëm duke u bërë ligj dhe pse bëhet i rrezikshëm në Shqipëri ku shoqëria është relativisht, pavarësisht nga dramat, nga goditjet që ka marrë familja apo ndoshta edhe tradicioni, pse mund të bëhet e rrezikshme në Shqipëri? I dashurati, mirëmbrëma dhe ju falenderoj për mundësinë për pas këtë komunikim së bashku me ju dhe me shqiptarët tanë dashur. Në thelb, ky projekt ligj, i cili është i maskuar në termin projekt ligji për barazinë gjinore, nuk trajton asgjë dhe as pak çështje që lidhen me atë që ne njohim si barazi, por në thelb është projekt ligji i wokizmit të liberalëve të majt, pra të forcave ekstreme majtiste. Kemi të bëjmë me të gjithë paketën, si kundër është njohur Shtetet Bashkuara të Amerikës për gjatë udhëtimit politik të administratës Biden-Harris në Kanada, në pjesën e Evropës perëndimore, që lidhet me të gjithë historinë e ripërkufizimit të asaj që ne njohim si gjini, të ripërkufizimit të raportit të njeriut me veten, njeriut me familjen, me fëmijët me edukimin e tyre gjinor në shkolla, raporti i njeriut me sportin, raporti i njeriut me ushtrin, raporti i njeriut me atë që ne njohim si drejtësi, ndryshimi i fjalorit, ndryshimi i gjuhës. Pra, kemi të bëjmë me një paket të plot ndryshimesh të cilat shihen në termin barazi gjinore. Nëse do më lejoni telegrafikisht, në mënyrë shumë të shkurtër, t'i kaloj. Së pari, bëhet ripërkufizimi i gjinisë. Nëse fjalori shqip, Akademia e Shkencave që ka miratuar fjalorin zyrtar të shqiptarëve, e përkufizon gjinisë si tërësia e tipareve natyrore që dallojnë mashkullin nga femra, dhe që i përcaktojnë secilit rolin e veçantë në riprodhimin e llojit, pra seksin, gjinin mashkull dhe femër, dhe më pas fëmijë që rrinin si rrjedhoi bashkimit të dy të kundërtave, me rekomandimet e LGBT-s në këtë projekt ligj, dhe rekomandimet e LGBT-s janë këto: zgjerimi i përkufizimit të gjinisë duke u parë në lenten e gjithë përfshirjes për te konceptit binar burr-grua. Dhe tani drafti final për votim në Parlamentin e Shqipërisë vjen me këtë përkufizim për gjinin. Gjinin kupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqërie e caktuar i konsideron të përshtatshme për gratë dhe për burra. Pra gjinia nuk është më esencë natyrore tek njeriu, nuk është më një gjini binare, siç ne njohim mashkull-femër, por është një konstrukt social që lidhet në raport me rolet caktuara. Pra është një këmish, një xhaket që ti mund ta veshësh, mund ta heqësh sa herë të duash nga vetja. BBC-a, një institucion i medias ndërkombëtare gjigante botërore, ju e njihni mjaft mirë, më mirë se unë, vetëm 4 muaj më parë doli me artikull ku ishin emetuar mbi 72 gjini të ndryshme. Pra ajo që po imponohet shqiptarëve nëpërmjet këtij projekt ligji është pikërisht ndryshimi i perceptimit dhe i ligjit për gjinin. Kjo tani hap rrugën martesave brenda të njëjtës gjini. Dhe nëse vjon martesa brenda të njëjtës gjini, hapet rruga gjithashtu dhe për birësimet nga çiftet brenda të njëjtës gjini. Përtej kësaj, kam pasur gjithmonë trajton Kam pasur gjithmonë një pyetje të gjenezës, që kur ka filluar ky proces përpara diku ndoshta 20 vjetësh, kur filloi radikalizimi